Kryeministri britanik Sir Keir Starmer ka akuzuar miliarderin e teknologjisë Elon Musk se po përpiqet të shkaktojë përçarje në Mbretërinë e Bashkuar pas reagimeve të tij lidhur me vrasjen e një 18 vjeçari. Deklarata e Starmer vjen pas protestave të dhunshme të nxitura nga publikimi i pamjeve të kamerave të trupit të policisë, të cilat tregonin momentin e fundit të 18 vjeçarit teksa po vdiste. Vrasësi i tij kishte pretenduar se ishte viktime një sulmi racist. Elon Musk, pronari i platformës X, ka kritikuar publikisht trajtimin e policisë ndaj adoleshentit. Në një postim të publikuar, ai u bëri thirrje ndjekësve ta shpërndanin videon, duke pretenduar se policia e kishte trajtuar keq të riun në momentet e fundit dhe kishte treguar favorizim ndaj vrasësit të tij. Elon Musk gjithashtu akuzoi media tradicionale se po heshtin për rastin, duke krahasuar atë me mbulimin e gjuar mediatik të vrasjes George Floyd në Shtetet e Bashkuara. Gjatë një vizite në New York të njëjtën, Starmer tha se Musk po ndërhynte në politikën britanike dhe po përpiqej të krijonte ndasi në shoqëri. Ai theksoi se familja Henry Novak kishte bërë thirrje për qetësi dhe maturi.